Petrit Hajdari, i PDK-s, një nga kandidatët më të votuar për deputet nga Drenasi, në zgjedhjet e fundit parlamentare, ka njoftuar se do të kandidojë për kryetar të kësaj komune. Ai ka bërë thirrje kryetarit të PDK-s Memili Krasniqi që ta mbështesë kandidaturën e tij, pavarësisht se kryetari aktual i Drenasit, i cili vjen nga radhat e PDK-s, Ramiz Ladrovci, është i gatshëm të kandidojë sërish për këtë postë. Të dashur qytetarë të komunës së Drenasit, ju keni folur, unë ju kam dëgjuar. Po, do të kandidoj për kryetar komune, shprehet Hajdari në një postim në rrjetin social Facebook. Rrugëtimi tim politik me Partinë Demokratike të Kosovës, të nisur me struktura të rinore dhe me vizionin e Hashim Thaçit e Kadri Veselit, po ja shtoi një kapitull të ri. Ky kapitull buron drejt për drejt nga kërkesa e madhe qytetare, nga dialogjet e panumërta me secilin prej jush dhe nga vota e fuqishme, masive dhe e papërsëritshme që mora në Drenas më në shkurt. Ka vendosur duke bazuar në rregulloren e miratuar me vendim nga Këshilli Drejtues, pika 4 e vendimit ta deponoj kandidaturën për kryetar të komunës së Drenasit. Drenasi ka nevojë për unitet, për bashkim dhe një leadership që i bashkon të gjitha energjitë e elektoratit tonë për një të ardhme më të mirë. Ndaj bindjen e fortë që hallin e qytetarit të Drenasit nuk e kanë veç unë, por e ka edhe PDK-ja jon. Prandaj me dashamirësi ndaj projektit tonë të përbashkët, i bëj thirrje për ulësisht e me respekt të thellë kryesisë dhe kryetarit të PDK-s që ta konfirmojnë kandidimin tim. Ky vendim ka qenë një prej vendimeve më të natyrshme që unë kam marrë, pasi buron nga qytetari kërkesat, nevojat dhe sfidat e tij, shpreh Hajdari mëtej. Kryetari i rizgjedhur Memili Krasniqi, kryesia e PDK-s në të cilën jam antar dhe Këshilli Drejtues i partisë, e dim fare mirë që pavarësisht pozitës së llojit të zgjedhjeve ku ka marrë pjesë, për mua prioriteti numër 1 dhe i patjetërsueshëm ka qenë qytetari i Drenasit tim, nënvizon ai mëtej në postimin e tij në Facebook. Hajdari po ashtu shkruan se për këtë komunë do të angazhohet me çdo pjesë të qenies së tij, sepse unë besoj që veç shërbimi jep kuptim të qenies në politik, shprehet mëtej ai. Kësaj komune mund t'i japim më shumë me më mirë. Ju falenderoj përzemërsisht të gjithë juve që duke ma dhënë besimin më keni mbushur shpresë për qytetin tonë të bukur. Jam jashtëzakonisht i nderuar të jem me ju dhe pranë jush në kërkesën fisnike për ta bërë Drenasin tonë një komunë ku jetohet me dinjitet. Bashkë do t'ja dalim, bashkë ka kuptim i juaj përjetësisht, shkruan ai. Kujtojmë se më tetor të vitit 2024, vetë Petrit Hajdari dhe ish deputeti i PDK-s Fadil Demaku, të cilët janë dy figura qendrore të PDK-s në Drenas, dolën kundër Ramiz Ladrovcit dhe u distancuan nga ai duke thënë se po i keq përdorte emrin. Aso kohë, kryetari i Drenasit Ramiz Ladrovci kishte njoftuar për krijimin e shtabit zgjedhor të Degës dhe kishte futur në listë dëshirash emra të rëndësishëm, por pa i konsultuar ata paraprakisht. Në mesin e këtyre emrave, Ladrovci kishte listuar edhe Fadil Demakun, ish deputetin e PDK-s, dhe Petrit Hajdarin, antari kryesisë qendrore të kësaj partie. Petrit Hajdari reagoi aso kohë përmes një postimi në Facebook duke shprehur se ishte keq përdorur nga Ladrovci për qëllimet e tij. Emërimi im në këtë pozitë pa kurrfar konsultimi paraprak reflekton krejt të kundërtën e asaj çka është e çka duhet të jetë PDK-ja, pa fije në dyshimi që me çdo pjesë të qenies sime si antari kryesisë qendrore dhe si antari PDK-s unë do ta jap kontributin tim për fitoren e PDK-s, por i bëj me dije të gjithë që unë nuk mund të bëhem pjesë e organizmave që në vend se t'i luftojnë për çarjet, përpiqen t'i mbulojnë ato, kishte shkruar Hajdari aso kohë.